Po ashtu edhe paga minimale nga janari do të rritet, do të shkojë në 500 euro, nuk do të jetë rritja e parë, do të jetë një rritje siç e kemi thënë përpara se sa të merrnim besimin dhe 83 mandate për të qeverisur për 4 vite të tjera, që brenda mandatit tonë 4, paga minimale do të shkojë 700 euro. Do fillojmë në janar me 500 euro dhe vlen për sektorin publik, vlen dhe për sektorin privat, sepse kam dëgjuar shumë që të thuhet edhe që kjo është vetëm për administratën. Jo, kjo nuk është për administratën. Paga minimale përcaktohet në ligj, dhe ligji thotë që në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ketë pagë nën 500 euro. Apo sa do të shkojë më pas hap pas hapi. Po ashtu do të rriten pagat edhe për të gjithë punojësit, sepse rritja e pagës minimale kërkon që të bëhen përshkallëzime edhe mbi pagën minimale, kështu që do të rriten pagat e mësuesve, do të rriten pagat e mjekëve dhe infermierëve, do të rriten pagat e punojësve të policisë, do të rriten pagat e ushtarakëve, do të rriten pagat e punojësve të tjerë.